Jemi në pikën turistike të Gjinarit, një investim prej 97 milion lekë të reja të shkuara dëm, të hedhura nga qeveria shqiptare dhe bashkia Elbasan, por si që shikoni, situata është katastrofike me rrugën, rruga ka degraduar dhe situata është kjo që ju shikoni tani. Si që shikoni, qarje e madhe e rrugës dhe lek të hedhura dëm. Ky është korrupsioni i bashkisë Elbasan dhe i qeverisë shqiptare, i përkthyer në degradimin e rrugës dhe është hedhur vetëm dhe. Ky korrupsion ka përgjegjës, ka emra. I bëj thirrje spak që të filloj hetimet lidhje edhe me këtë rrugë të sapo ndërtuar, e cila ka përfunduar si mos më keq. Shikojeni situatën, është vërtet skandaloze. Kjo është situata si që shikoni, për cilën për hir të vërtetës u hudhën miliona lek dhe që sot rruga është bërë një kalimshme, por sigurisht që nuk përcakton asnjë kriter tjetër të cilësisë punimeve, por njëkohësisht edhe të një situate që si që shikoni do vazhdoj të degradoj akoma më tej dhe rruga mund të bëhet e pakalueshme dhe të ndërpritet e gjithë arteria me njësinë administrative Zavalin dhe shkëputja më pas me të gjithë qendrën administrative të Elbasanit. I bëj thirrje kryetarit bashkisë të vijë dhe të ndërmarrë me njëherë bashkë me firmën që ka ndërtuar këtë rrugë dhe ta rikthejë atë në gjendjen e mëparshme. I bëj thirrje organeve ligjzbatuese të fillojnë hetojnë lidhje me këtë tender korrupsioni. Situata nuk është as pak e mirë dhe jam totalisht i keqardhur që marketingu dhe propaganda ka qenë e jashtëzakonshme, por cilësia e rrugëve, siç e shikoni dhe vetë, lë për të dëshiruar.